Një jetë e tërë me sportin për veteranin e njohur të sportit Pal Marku. Fillimisht 20 vite pjesëtar i brezit të artë të vllaznisë në mundjen klasike, për krah emrave të njohur si Elias Guri, Mirash Vuksani, Nikol Grima, Dushan Vaso, Gek Gjoni, Paulin Sterkaj, Sejit Fishta, Ali Murrizi, Agim Sula, Ali Anza, Nazmi Pepa e të tjerë, më pas trajneri kombëtar i së moshave dhe në vijim në mbi 40 vite arbitër kombëtar dhe ndërkombëtar, mblodhi në një takim festiv të 75 vjetorit të tij, komunitetin e sportit të mundjes dhe më gjerë. Me këtë rast, kryetari i Bashkisë Shkodër, Benet Beci, përmes nënkryetarit të Rudi Beka, i ka akorduar veteranit Pal Marku certifikatën mirënjohje. Në emër kryetarit Bashkisë gëzuar 75 vjetorin dhe për ne të një aset, jo vetëm si ish sportist, trajner dhe arbitër minjor në sportin e mundjes, po si qytetar mrekullueshëm. Shoqata kombëtare e mundjes ka nderuar veteranin Pal Marku me medaljen Emeritës sportive nderi mundjes shqiptare, të cilën i adorzoi sekretari i përgjithshëm Xhelil Çibaku. Zotit Pal Marku, Shoqata kombëtare e mundjes shqiptare, medalje Emeritës sportive nderi mundjes shqiptare. Me motivacionin, mundës i shquar ndër më të mirët e peshës tij, fituesi i disa vendeve të nderit, trajner dhe arbitër kombëtar dhe ndërkombëtar. Ka kontribuar në rezultatet e ekipit Vllaznia Shkodër dhe përfaqësuar me dinjitet mundjen shkodrane. Kolegët dhe miqtë e tij ja kanë zbukuruar Pal Markut 75 vjetorin e lindjes. Shok, mirë se keni ardhur. Faleminderit për jush që keni ardhur, keni lënë punë tuaja. Ju jam shumë mirënjohës, se këtë ditë po më bani edhe më të gëzueshme me prezencën tuaj. E inshallah, gëzime edhe të ju mblasim gjithmonë. Për të theksuar se edhe në moshën 75 vjeçare, Pal Marku vazhdon të jetë aktiv si arbitër, duke gjykuar me kompetencë në aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare të mundjes.